veriun e Kosovës janë eliminuar strukturat paralele të sigurisë, janë eliminuar administrata e Serbisë, është eliminuar çdo grup kriminal, janë mbyllur të gjitha rrugët ilegale, është ndaluar dinari si mjet pagese, paguhet energjia elektrike pas më shumë se 2 dekadave, dhe gjithashtu janë hapur zyret e institucioneve të Republikës Kosovës prej postës Kosovës e Agjencisë për regjistrimin e bizneseve në Kosovë, deri te Agjencioni Katastral i Kosovës e njëmori stacionesh policore të cilët kujdesen për paqen, sigurinë, rendin dhe ligjen për gjithë qytetarët pa dallim. Sovraniteti shtetëror, integriteti territorial, sundimi i ligjit do të vazhdojë edhe më tutje në veri të Kosovës e cep më cep Republikës tonë.